Me shumë gjas, sipas informacioneve zyrtare, Vučić do t'i kthejë detyrës datën 7 maj, ditën e nesërme, me që ka për të pritur ambasador rus dhe britanik, ndërsa siç thuhet sipas burimeve zyrtare se presidenti Aleksandar Vučić në orët e mbrëmjes do të ketë edhe një dalje publike për media. Dhe besoj se aty do të qartësohen gjëra dhe do të marrim informacione se do të shkojë apo jo presidenti Vučić në Moskë të Rusisë. Kërkesa nga studentët për zgjedhje të parakoshme, çfarë ka ndryshuar në qasjen e studentëve, kush e ka bërë këtë kërkesë, është sepse më duket se ka edhe shumë përfaqësi të ndryshme që flasin nga studentët në Beograd. Çfarë po ndodh me këtë kërkesë? Pas periudhës 6 mujore, tani ne kemi taborin e studentëve, lëvizjen studentore, zëri e kemi të ndarë në dysh. Çdo ditë dëgjojmë qëndrime të kundërta. Një palë grupi të studentëve që ishin pjesë e protestës në periudhën 6 mujore janë që t'i kthehen universitetit, t'u kthehen mësimit, ndërsa një grup tjetër është se ata duhet që të vazhdojnë me kërkesat e tyre dhe rrezimin e kësaj qeverie të korruptuar, siç deklaroi lëvizja studentore. Ne mendojmë se është arritur qëllimi presidentit Vučić dhe administratës së tij që ta bëjë këtë ndarje në dysh të lëvizjes studentore se i përket qëndrimeve të tyre. Në anën tjetër është i vetmi atomi fundit i lëvizjes studentore që më në fund të kërkojnë zgjedhjet e parakoshme. Zgjedhjet asnjëherë nuk janë përmendur nga lëvizja studentore deri më tani, janë ditë qëndrimet e tyre, kërkesat e parashtruara kërshi presidentit Vučić, etiketimi i tyre kërshi qeverisë është një qeveri jo demokratike, qeveri e korruptuar dhe presidenti Vučić nuk ka vend për të drejtuar shtetin e Serbisë, ndërsa tani lëvizja studentore kërkon zgjedhjet e parakoshme, por shtrohet logjika se si do të jenë pjesëmarrës apo se si do të ndikojë lëvizja studentore në procesin e rregullave demokratik që do të mund, edhe nëse do të kemi zgjedhje të parakoshme, do të mund realizohen në Serbi, duke ditur se asnjë mekanizëm nuk e posedon lëvizja studentore se i përket pjesëmarrjes në këto zgjedhje. Por fatkeqësisht ne e dimë se edhe taborin opozitor në Serbi e kemi të ndarë në dy se përket qëndrimeve dhe ajo çfarë po kërkohet nga kritikët, nga ata të cilët mendojnë se orientojnë masën këtu, në studio televizive po dëgjojmë çdo ditë se lëvizja studentore duhet ta ketë një pris dhe duhet lëvizja studentore të ketë një bashkëpunim me opozitën përkundër trumbëtimeve se ata nuk duhet që të etiketohen me politik, por nëse do duhet që të marrin pjesë në zgjedhjet parakoshme, atëherë dhe për të bërë vërtet ndryshime duhet që të kenë një koordinim dhe bashkëpunim me partitë opozitare në Serbi, lëvizja studentore. Ardita, të falenderoj shumë. Ditë të mbar. Faleminderit juve.